Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ribashkim me Gjestin, Xheneta Fetau tregon çfarë ndodhi pas takimit në Varrim. Në promon e episodit të radhës ku ajo është ftuar, Xheneta Fetau është dëgjuar të flasë me ndjeshmëri të thellë për ish-partnerin e saj Gjestin pas tragjedisë që goditi familjen e tij. Vëllai i Gjestit, Eldion Kelmendi, ndërroi jetë si pasojë një aksidenti të rënd rrugor, duke sjellë dhimbje të mëdha te të afërmit dhe miqtë e ngushtë. E prekur dhe me lot në sy, Xheneta shprehet në intervistë. Të them unë ty që zemra ime është copa të thyera, nuk do ta besosh. Gjesti harmonik, gjesti me gjithë atë energji pozitive që më jepte mua dashuri, ta shihen atë gjendje më dhëmbi shumë zemra. Pavarësisht ndarjes së tyre, Xheneta dëshmoi mbështetje të sinqertë për Gjestin në një nga momentet më të vështira të jetës së tij. Ajo ishte e pranishme në ceremoninë martore të Eldionit, duke qëndruar pranë familjes dhe duke respektuar dhimbjen e tyre. Pas ngjarjes, ajo bëri një apel publik për qytetari dhe ndjeshmëri, duke kërkuar nga njerëzit që të mos shpërndajnë pamje nga ceremonia e varrimit. Tregoni mëshirë dhe respekt për një familje që po përjeton një dhimbje të madhe, shkroi ajo në rrjetet sociale. Ky gjest i Xhenetës është vlerësuar nga publiku si një shprehje vërtet e ndjenjave njerëzore për të ngjarjeve apo historive personale.